Për këtë recet duhet krep, ujë të val, maz, edhe kos. Edhe kos. Hajde prapë nisim, bon pesha dhe një plur për pjekje. Po, A edhe pja një qëtë plur, ato? po, Pse po. gjyshës s'ja kanë qitë. S'ja kanë qitë, po ne... Tash pja qesim, normalisht, për para nështë ta kam përdorë në sode, në diçka, po pja qesim e vetë mja pra, pluri për pjekje është që se ka përdorë gjyshja. Uji të vlu. Apo? Po. Uji të vlu edhe e bojmë brumin me komplet është mjelli i kalamajt. A ka dikun ku e bleni kështu mjellin këtu që ka ndonjë mulli ende në këtë rajon apo jo? Po, kanë mulli, e blinë këtu të njerëzit në treg, njerëz të njafshëm, ku e pojnë millin pak ma... Po. A ka rëndësia, është i blu me ma, është ma frasha, ka rëndësi kjo? Po, ka rëndësi. Qësh duhet me qenë? Milli kollëmuj duhet me qenë pak ma i... Modisi është mill misri. Ma jegër? Po, ma jegër. Pra, ujt val, kos, edhe mas. Shifeni, është e hollë, do me thënë, është maz e shpis, po veç e ka qitë në atë kovën. Po. Kështu që është taman maz e shpis. Edhe kripën, a? Kripën ja qëtë krejt në fund, apo? Ja hedha kripën. A, po, a? Ja hedha, po. Ja ke direkt. Edhe bëhet një qullë, pra. Tu të më lonë pak ma e trash, a ma e hollë? Si qullë? Si qullë du të me qenë as e hollë, as e trash. Taman, për me dalë kërlona... E mirë, po, ma e mirë, Na ka përmend herën e kalume, kur kemi qenë që ke fillu me një shoqat, e përmenëm pak, pra, cilat janë ato aktivitetet që po i bëni gratë për gratë, pra, apo? Shoqata, po si? Po, për drejt, po. Po, për të drejtat e gratë? Po, angazhohen qysh mi punësu gratë, qysh... Sa ma shumë gratë me punu... Për të drejtat e grave në përgjithësi. A keni rase kur ndonjëherë kanë ardhë gratë më u anku për dhunë familje, nuk do me thonë veç prej burrit, se na e dim që dhuna familje mundet me qenë edhe prej antarëve tjerë familjes. Keni raste të tilla? Unë nuk kam pa asnjë raste. S'keni asnjë raste. Shumë mirë kemi kalu, shumë... Jo, të tjera që vinë edhe ankohen, kërkojnë ndihmën e juve. A shkoni në për shtëpi kështu, bëni vizita tek gratë me pas se si jetojnë? Apo vetëm ato që i drejtohen shoqatës? Ato si drejtohen shoqatës, atje mbledh me... Përveç tjera, ajo shërben edhe një pik referimi për me mbledh gratë, me kalu kohë të lirë. Edhe... Kohën e lirë, si po e kalon... Qka je duke ba tash pas luftës, përveç shoqatës? Unë pas luftës kam punu edhe për shpin, edhe kam punu me periuda pak me fmit, si kujdestare. Ajo ishte knatësia ma e madhe në jetë me punu me fmit. Edhe kam për fmit shumë e folën, se fmit janë shumë janë të mirë. Shumë janë të mirë. Fmit janë, e vetëm janë do shta qenje që mujë me thonë që dënë pa ndonjë, me sinceritet, pa ndonjë interes, pa ndonjë, po thjesht dënë ose nuk dënë. Jo, asë një fmi nuk mujë, unë shumë kisha pas qef me full për fmit, se asë një fmi nuk eksistën që është fmi i pa edukat. Vetëm varet që edukon familja. Unë i kam dy nipat këtë për mashallah. Nipat të rujzët, vlaut, a? Po, të vlaut. Jenë rritë ata fmi shumë, zakonisht dhe fmi shumë të marë. Shumë. Pra edhe pak vaj për ja hedhim, a? Po, edhe pak vaj ja hedhim.
Pra, e dim edhe nga përvoja për gjithë ata që eventualisht nuk i kanë përdorur mielin e kallamojit ose të misrit, që donë ma shumë me ndyrë. Pra ndaj gjithë këta përbërës me ndyrë që i hidhen mos e konsideroni që është i tepërt, se e donë ky miell. Tepsin e kemi gati, tash po e hedhim pra në tepsi, dhe po duket se si është. Shifeni pra trashësinë e brumit, duhet me qenë pak ma i hollë. Në ndërkohë e kemi ndez furrën, e kemi nxe edhe e fusim më pjek. Derisa të piqet kjo, ka me na tregu edhe recetën e specave të mbushur, sepse adifetja na ka gatu edhe speca të mbushur. Por i kishte gatu sa po mrinëm, që mos me na humb kohë neve, por neve ka me na tregu se si i ka bërë përbërësit edhe kemi mi pa. Adifete është e gatshme apo? Është e gatshme edhe po e hedhim po e fusim në furrë. Dhe sa të piqet kjo, e marim në tepsin, shohin misht, që specat e mbushur janë këtu. Shifeni. Më thuj si i pregadit. Vetëm ta shpjegojmë për publikun. Çka i hedh zakonisht specave të mbushur? E marrëm mishin e bluar, orizin, qepët, i përzim të gjitha, zarzavate, i marrëm specat, A i fërgon mishin e blum me qepën? A e fërgon? Po, e fërgon njerë. Pak, edhe i pregaditmi, i marrëm tani specat, i mbushim, i pregaditmi, ju hidhëm zarzavate, biber, edhe i marrëm, i mbushëm, edhe i bojna edhe në furrë. Edhe në furrë. Këtu po ishe disa gjithë majdanoza. Po, majdanoz. Majdanozi është i kopshtit edhe sigurisht që i jep një aromë të këndshme. Pra specat e mbushur, për gjithë ata që duan të bëjnë specat e mbushur, e nuk e kanë bërë asnjëherë, sepse ne gjithmonë ta kemi parasysh që këtë emision nuk e shohin vetëm moshat tona, më të vjetra, gjyshët, por e shohin edhe vajzat e reja që eventualisht e kërkojnë një recetë për specat e mbushur. Qepa grihet, mishi i blum fërgohet me krep, me piper, piperzi, pastaj shtohet oriz, fërgohet ende, edhe pak mbushen specat, palohen tepsi, edhe i futën furrë. A i shton pak ujë, normalisht i shton pak ujë edhe i fut furrë. Edhe kjo është procesi, pra nuk është ndonjë proces shumë i vëzhshëm, kohë të merr, po jo me thonë që s'di me bë.